Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show. Ashtu siç ju kisha premtuar edhe në videot e mëparshme që do realizoj një intervistë, besoj ekskluzive, për sa i përket emigrantëve shqiptar, diasporës shqiptare, si dhe mungesës së thelluar të informacionit për sa i përket legjislacionit dhe ndryshimeve të fundit që kanë ndodhur edhe në Parlamentin Britanik për sa i përket emigrantëve. Dhe për të marrë dhe një informacion mbi gjitha procedurat e aplikimit që nga aplikimi për vizë turistike dhe deri te kërkesa për azil, kam marrë rrugën sot për takuar një nga avokatët më të mirë për sa i përket diasporës shqiptare dhe kryesisht sot do fokusohemi në bisedën tonë profesionale në Mbretërinë e Bashkuar. Ju e njihni, nuk kam nevojë ta prezantoj, avokati Naim Hasani me një përvojë të gjerë juridike, do zhvillojmë një bisedë shumë të detajuar dhe kam ardhur sot pa ngjyrime politike. Kam ardhur sot për marrë vetëm informacion që i intereson këtij komuniteti, për ta bërë sa do pak të lehtë procedura që ju keni në proces, apo edhe për ata që duan të marrin iniciativa të tilla për të bërë aplikime apo për të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar. Avokat, faleminderit që gjete kohën për të ardhur për të më takuar, sepse erdha unë sot te ti. Jam shumë e lumtur që të takoj nga afër. Faleminderit. Shumë faleminderit. Pyetja e parë që unë dua të të bëj avokat është cilat janë ndryshimet, le ti përmendim pak shkurtimisht sepse janë bërë mediatike, ndryshimet e fundit në legjislacionin britanik që prekin emigrantët. Faktikisht me ardhjen e qeverisë re laboriste dhe kryeministit Keir Starmer, problemi kryesor me të cilin përballet qeveria është ai i emigracionit dhe sidomos i emigracionit pa ligjshëm dhe konkretisht i emigrantëve që vinë nga Franca drejt Britanisë me gomone dhe duke parë se kjo është një nga çështjet më të vështira që përballet qeveria britanike dhe në kushtet kur partia Reform UK e Nigel Farage ka përparuar në opinionin publik me mendimin se dy partitë kryesore nuk kanë mundur të zgjidhin problemin e emigracionit pa ligjshëm, atëherë qeveria laboriste, një qeveri dhe parti liberale, në cilën në përgjithësi ka pasur në fokus mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve, që kanë qenë prezent në Britani, tash ka filluar të ashpërsojë gjuhën e saj dhe dita ditës po nxjerr ligje nga më të vështira për arsye që të qetësojë opinionin publik, duke thënë që ajo është partia që mundet të merret me çështjen e emigracionit pa ligjshëm, por edhe me uljen e numrit të emigrantëve që vinë nga vendet e treta për të jetuar në Britani. Në këtë kontekst, ministrja e Brendshme aktuale Shabana Mahmood ka njoftuar një ndryshim tërësor, rrënjësor të sistemit të azilit dhe të migracionit në Britani, duke marrë në themel modelin e Danimarkës, ku ministrja e Brendshme është impresuar nga mënyra se si ata kanë arritur ta ulin numrin e kërkesave për azil dhe numrin e emigrantëve që vinë në mënyrë pa ligjshme në Danimark. Dhe në fund të nëntorit pritet të paraqitet një projekt ligj nga Ministria e Brendshme në Parlamentin Britanik për ndryshime drastike në sistemin e emigracionit dhe azilit. Duke mos pritur këtë, Ministria e Brendshme ka njoftuar ndryshime të rregullat e emigracionit jo më larg se me datën 11 nëntor, pra 2 ditë përpara, dhe ajo që është më kryesorja është që çdo person i cili ka hyrë në Angli në Britani në mënyrë ilegale, kurdo që ka hyrë, nëse ai aplikon brenda në Britani apo jashtë Britanisë për leje hyrëse apo qëndrimi, hyrëse nga jashtë Britanisë dhe qëndrimi nga Britania, fakti që ka qëndruar, ka hyrë në mënyrë ilegale dhe ka qëndruar këtu, dhe koha që ka qëndruar në mënyrë ilegale merret shumë në konsiderat dhe si bazë për refuzimin e kërkesave për leje qëndrimi, për kategori të ndryshme, për personat që sidomos duhet të qëndrojnë për bashkim familjar, me fëmijët e tyre, me bashkëshortet e tyre, me njerëz që kanë qëndruar për një kohë gjatë, domethënë qëndrimi i tyre në mënyrë të paligjshme në Britani është bazë kryesore kur të konsiderojnë kërkesën e tyre për leje qëndrimi dhe mund t'u refuzohet. Por ajo që do thosha që është më e dallueshme është nëse një person kthehet nga Britania, ka krijuar një marrëdhënie me partnerin e tij në Angli dhe kthehet për të zbatuar rregullat e emigracionit dhe për të marrë vizë martese nga Shqipëria, do thosha, tani ai person
u kthehej vullnetarisht nga Britania, shkonte në Shqipëri, menjëherë aplikonte për vizë martese, dhe nëse plotësonte kriteret merrte vizë vite në Shqipëri. Tashi nga data 11 nëntor, kjo është shumë e vështirë për të bërë për arsye sepse me ligjin e datës 11 nëntor, zyrtarët e migracionit duhet t'ja refuzojnë vizën nëse kanë qëndruar, personi ka ardhur në Angli ilegalisht, dhe domethënë t'ja refuzojnë automatikisht për nëse nuk kanë qëndruar në Shqipëri 12 muaj, pra duhet të qëndrosh 12 muaj në Shqipëri dhe të aplikosh për vizë, nëse ti je kthyer vullnetarisht me shpenzimet e tua. Dhe nëse nuk je kthyer vullnetarisht, nëse je kthyer vullnetarisht, por shpenzimet e udhëtimit i ka bërë Home Office 2 vite, dhe nëse ata forcërisht kanë kthyer nuk mundesh për 10 vite. Kur janë bërë këto ndryshime? 11 nëntor. Okej, domethënë 2 ditë përpara. Në gjitha këto raste, rregullat, mënyra se është ndërtuar rregullat e migracionit është që ata zyrtarët e migracionit duhet ta refuzojnë vetëm aplikimin dhe do bëjnë përjashtimin në rastet kur vendimet e refuzimit bien ndesh me Konventin Evropian të Drejtave të Njerëzit dhe me drejtën e këtyre personave për të jetuar me familjarë që kanë në Britani. Pra, nuk është refuzim outright, drejt për drejt, por në radhë parë Home Office duhet konsideroj që ta refuzoj dhe nuk e refuzon vetëm nëse ka arsye për mos ia refuzuar. Avokat, herë të falenderoj shumë që je kaq i hapur dhe që po i ndan me ne gjitha këto informacione që janë vërtet shumë të rëndësishme, pasi çdo gjë është bërë me lek sot. Jetosh në Mbretërinë e Bashkuar. Ne kam bërë edhe një postim vjen në Facebook, në faqen time në Facebook, e kam sqaruar shumë qartë. Unë po e bëj edhe publikisht këtë gjë, kam kërkuar të realizoj këtë intervistë me shumë avokat tjerë këtu, por nuk e di pse hezitojnë të flasin për sa i përket ligjeve. Nëse jemi për të informuar opinionin publik, sidomos bashkëpunësit shqiptar. E vlerësoj shumë këtë. Preken drejt për drejt nga këto fenomene. Por sapo na dhe një informacion shumë të ri dhe shumë të rëndësishëm që unë do ta trajtoj me shumë kujdes kur ta ndaj me komunitetin, por para se të kalojmë pak tek trajtimi i aplikimeve dhe për të kuptuar gjithë procesin, të flasim pak për ndryshimet që kanë ndodhur në legjislacionin britanik. Pse opozita është kaq e zjarrt? Opozita parlamentare që pasi të vijë në pushtet, domethënë do marr nisma edhe për të bërë deportime masive për emigrantët e paligjshëm, pse më shumë se sa qeveria aktuale. Ta kuptojmë pak këtë, është një indicie politike, është për të fituar votat, domethënë dhe zemrën e atyre që jetojnë që janë të ligjshëm këtu, apo është vërtet një nismë që ka logjik për të ndërmarrë? Me qeverisjen 14 vjeçare të Partisë Konservatore dhe me këtë qeverisjen gjatë tyre viteve në pushtet, është shumë e rëndësishme të theksohet se duke parë një rënje të jashtëzakonshme të popularitetit të kësaj partie, u krijua një boshllëk nëpërmjet se kush do ta zinte vendin e Partisë Konservatore që e cila kishte prekur fundin dhe domethënë për momentin po lufton për ekzistencën e saj si parti, këtë boshllëk e ka mbushur partia, menjëherë ka ndërhyrë që ta mbush partia Reform UK e politikanit populist, ekstremist të djathtë Nigel Farage. Nigel Farage, një politikan i cili e ka ndërtuar karrierën e tij politike në kontroversitetin e çdo shprehje që bën, në mënyrë që thillë një fjalë dhe çojmë nëse do ngjizen, nëse do e përfaqësojnë opinionin publik. Mos harrojmë se Nigel Farage është arkitekti i projektit më të dështuar dhe më të dëmshëm për Britaninë, Brexit, dhe ishte ai që në referendumin e 2016 doli para parlamentit britanik dhe po festonte me birë në të njëjtën kohë që nuk mund të shikosh as edhe një parametër për të vërtetuar që Brexit ka qenë një sukses, përndryshe ka sjell ekonominë britanike në gjunjë dhe ka varfëruar qytetarët britanik. Në të situatë, duke parë që ishte një dështim spektakolar Brexit dhe Bashkimi Evropian nuk u shkatërua ashtu siç donte Nigel Farage, por përkundër u forcua dhe Britania dobësohet për ditë duke mos qenë prezent në vendimarrjen e Bashkimit Evropian, partner më të afërt tregtar dhe politik të Britanisë, ishullit britanik. Atëherë Nigel Farage, duke qenë se ka dështuar bashkë me politikanët konservator në një projekt të cilin ja shitën si fitoria më e madhe opinionit publik britanik, atëherë për të mbijetuar politikisht ati nuk i ka mbetur asgjë vetëm gjuha e urrëties, gjuha e fajësimit të emigrantëve për çdo problem që kanë
shoqëria britanike. Dhe ka arritur në atë kontekst sa Nigel Farage, një politikan mbështetës i fortë i Donald Trump dhe një sozie e tij në Britani, të krijojë percepcionin në opinionin publik sikur emigrantët janë delazes, janë problemi i çdo gjë, dhe largimi i emigrantëve dhe çdo të huaj nga Britania është zgjidhje për Britaninë që kemi një Britani të pastër etnikisht. Është fatkeqësi e madhe sepse këto politika dëmtojnë shumë rënd kohezionin ndëretnik në Britani dhe Nigel Farage është populist, është një politikan që afron zgjidhje të lira, zgjidhje të shpejta, por që nuk kanë absolutisht asnjë sens. Dhe disa seksione të shoqërisë britanike duket se blejnë këtë argument të dështuar me Brexit, por jam i sigurt që do të dështoj edhe me krijimin si për percepcionin se Nigel Farage është shpëtimtar për opozitën. Thjesht është një shkatërimtar i opozitës, një shkatërimtar i kohezionit ndëretnik në Britani, ashtu siç u duk qartë dhe doli në dritën e dytë me Brexit. Dhe opozita konservatore po mundohet të kopjojë Nigel Farage, po ashtu edhe partia në pushtet Labour po mundohet të kopjojë modelin Nigel Farage në mënyrë të kënaqë opinionin publik. Unë mendoj që përplasja nuk është alternativë kopjimi Nigel Farage dhe shtrëngimi i çdo rregulle për emigracionin në Britani. Emigracioni nuk është vetëm i dëmshëm për Britaninë, është edhe shumë i dobishëm nëse ai është i rregullt, i kontrolluar dhe i ligjshëm, dhe ka më shumë se 100 vite më që Britania jeton me emigracionin dhe emigrantët që nga emigrantët që kanë sjellë nga Karajibet dhe nga vendet e Azisë për të ndërtuar Londën dhe Britaninë pas luftës së dytë botërore, dhe në vend që të festojmë diversitetin dhe kontributin që japin emigrantët, shohim një klimë tërësisht toksike, tërësisht anti-imigrante dhe tërësisht rasiste, të thosha, nga Nigel Farage dhe kronit e tij, të cilët kopjojnë modelin e Donald Trump dhe luftën që ai bën pa kompromis në çdo emigranti dhe largimin e çdo emigranti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që duhet të theksojmë është që Britania nuk është Amerikë, Britania është një vend me demokraci të konsoliduar dhe unë besoj dhe mendoj që koncepti Nigel Farage, ekstremist i djathtë, nuk do të triumfojë në Britani. E qartë, faleminderit shumë për këtë analizë, avokat, sepse jo më kot të pyeta, thash, nuk kam marrë për ngjyrime politike, absolutisht, por është shumë rëndësishme se emigracioni është varet shumë nga politika. Absolutisht që po, dhe ne do të kuptojmë kontekstin, atë që emigrantët shumë nuk e kuptojnë, domethënë pak edhe barriera gjuhësore, por edhe është e vështirë për të kuptuar kontekstin e një politike të një shteti të huaj që ne realisht jemi këtu si pasojë e shumë faktoreve që ne i kemi komentuar tashmë. Por do të pyes pak si ndikojnë këto ndryshime drejt për drejt në jetën e emigrantëve, ndryshimet ligjore, refleksionet politike, domethënë si ndikojnë tek diaspora jonë shqiptare konkretisht. Well, kur pamse në vitin 2022 edhe nga Shqipëria drejt Britanisë me gomone jo më pak se 14.500 qytetarë shqiptarë, në atë kohë Partia Konservatore, e cila ishte në pushtet dhe kryeministri Rishi Sunak, u gjenë përballë një situate se po mendonin çfarë këndon në Shqipëri, çfarë lufte, çfarë situate në Shqipëri ku mijëra migrantë u dynden për të ardhur të rrezikuar jetën nëpërmjet kanalit më të vështirë atij të kanalit anglez për të ardhur nga Franca me gomone. Dhe jo për të drejtë, shumë politikan nga Britania bëjnë pyetje, cila është arsyeja pse po vinë. Ja? Dhe në këtë kontekst, kjo situatë u shfrytëzua shumë nga disa politikan përfaqësues të qeverisë, ekstremistë të djathtë do thosha, siç janë Suella Braverman dhe Robert Jenrick, të cilët janë eksponent kryesor, njëri ministri i emigracionit, tjetri ministri i brendshëm, duke quajtur shqiptarët poshtues, ja, kriminal dhe kapni shqiptarët, ktheni shqiptarët e parulla të tilla, të cilat dëmtuan rënd imazhin e qytetarëve shqiptar në Britani dhe domethënë u përdoren si një futboll politik duke u fajsuar për problemet e emigracionit në Britani. Me largimin e qeverisë konservatore, me ardhjen në pushtet të Partisë Laboriste, situata politike për sa i përket veçimit dhe lançimit të komunitetit shqiptar si problem sjellës dhe keqbërës, kjo është reduktuar, do të thosha, në një masë shumë të madhe dhe nuk sheh asnjë eksponent të qeverisë laboriste që të fajsojë shqiptarët për problemet e emigracionit,
Për dy fakte, në radhë parë është një qeveri që në themel ka zbatimin e lirive dhe drejta themelore të njeriut, dhe dyta kohezionin ndëretnik e ka shumë në themel të programit të saj, dhe padyshim shqiptarët nuk janë me kontingjentin më i madh aty që vinë me gomone, përkundër se janë shumë pak që vinë. Por si efektojnë këto? Ne e pam për ditë në media se shqiptarët ishin objekt bisede në gazeta, në televizione, në parlament, me politikanë, në opinion publik, dhe kjo padyshim efektoi që ta shqiptar për ditë ishin bërë subjekt i sulmeve raciste, subjekt i sulmeve të gazetave, duke i veçuar ata si kriminal që bëjnë vepra që janë veç keqbërës, keqdashës dhe kriminal që tentojnë të bëjnë vetëm vepra të këqija në Britani, por kundër është pjesa dërmuese e qytetarëve shqiptar, janë ligjzbatues, punojnë në shoqërinë britanike, kontribuojnë maksimum në promovimin e ekonomisë të jetës kulturore, shoqërore, në çdo aspekt jetës në Britani. Si ndikojnë sot? Kemi parë sot që qeveria britanike ka ndërmarrë ligje, iniciativa ligjore që drejt për drejt afektojnë qytetarët shqiptar. Të marrim një shembull, nga data 10 shkurt e këtij viti, çdo qytetar që aplikon për shtetësi britanike dhe ka hyrë illegalisht, nuk mundet të marrë shtetësi britanike. Avokat, a është kjo që prek drejt për drejt ata që kanë hyrë tani pas këtij vendimi, apo edhe ata që kanë hyrë më përpara, domethënë që janë në proces azili? Çdo person që aplikon për shtetësi britanike nga data 10 shkurt 2025 e mrapa, domethënë i shikohet backgroundi kur ka ardhur në Britani dhe si ka ardhur, nëse ka ardhur në mënyrë ilegale apo ka thyer vizën dhe ka qëndruar në Angli ilegalisht, atyre ju refuzohet shtetësia britanike dhe nuk ka të drejtë të marrë shtetësi britanike. Nuk ka rëndësi se kur kanë ardhur. Ligji pra këtu është në përgjithësi principi ligjor në Britani është që nuk vepron retrospektivisht, domethënë me kohë mbrapa, por prapavepruese, por në këtë rast ligji është prapaveprues. Çdo person që ka ardhur në herë në Britani ilegalisht dhe aplikon nga 10 shkurti 2025 e mrapa, nuk mund të marrin shtetësi britanike. Ne po mundohemi që të kemi numër çështjesh në gjykatën e lartë, të bëjmë riqikim gjyqësor në gjykatë vendimeve të Home Office, dhe do zoti gjykata do ta shikojnë më me objektivitet këtë ndalim arbitrar të shumë personave që kanë bërë jetën e tyre në Britani me vite dhe kanë kontribuar në taksa, kanë punuar dhe kanë qëndruar pa asnjë problem ligjor, përveç faktit që kanë ardhur legalisht në Britani, që disa prej tyre të kenë të drejtën për të marrë shtetësinë britanike. Me sa duhet të pyes pak i herë se ku kanë të drejtë shqiptarët, në këtë rast komuniteti jon, për të ankuar për refuzimet e kërkesave të tyre, për ankimimet, ato që refuzohen, ndoshta edhe më të drejtë ose ndoshta edhe pa të drejtë. Gjithsesi, është me sa kam informacion dhe çfarë kam lexuar nga websajtet dhe mediat britanike, është thënë që në vazhdim ndryshimet në legjislacionin britanik do të prekin edhe atë të drejtë ligjore të emigrantit që nuk do ketë më të drejtë për t'ju drejtuar gjykatave për të kërkuar të drejtë për kur janë refuzohet një kërkesë, por edhe domethënë do shqyrton nga vetë parlamenti. Parlamenti do ketë vetë gjyqtarin gjithçka, domethënë. Si e shikoni ju këtë dhe çfarë ndodh realisht? Sa do merren parasysh? Parlamenti është vullneti i sovranit i qytetarëve dhe parlamenti është autoriteti më i lartë i cili nxjerr ligjet. Parlamenti britanik është parlament demokratik dhe demokracia vjen nëpërmjet funksionimit të ligjit dhe në bazë të sistemit të demokracisë është drejta e çdo qytetari për të mbrojtur nga çdo veprimi arbitrar të institucioneve të shtetërore të shtetit të qeverisë. Nuk mundet të kemi një demokraci ose pretendojmë që jemi vend demokratik, sidomos Britania që njihet si pishtar i lirive të drejtave, i zbatimit dhe mbrojtjes së lirive të drejtave të njerëzit, të kemi vendime arbitrare që nuk mund të ankohen nga askush, vetëm të merren forcërisht të largohet. Ndoshta mund kishte, po të kishim një qeveri të Nigel Farage, unë nuk besoj me forcë që thjesht do të jetë në frus sapuni dhe do shpërthejë dhe do largohet, por në një vend me shoqëri demokratik, me një qeveri të fortë, siç është Britania, nuk pres të kemi vendime arbitrare dhe individët mos kenë asnjë lloj të drejtë.
Do të kthehemi direkt ligji për refuzimin e shtetësisë britanike. Nëse Ministria e Brendshme ti aplikon për shtetësi dhe Ministria e Brendshme ta refuzon, ke drejt për rishikim nga ana e Home Office, të bësh review rishikim vendimit, të kërkosh dhe të japësh arsye pse nuk je dakord. Dhe në qoftë se Ministria e Brendshme është e mban vendimin, atëherë ti ke drejt ta çosh atë vendim në gjykatën e lartë për rishikim gjyqësor, më thënë rishikim një vendimi të institucioni publik. Nuk ka të drejt apelimi, por ke drejt për rishikim gjyqësor në gjykatën e lartë. Pra është një drejt, rishikimi gjyqësor është një drejtë inherente që vjen nga qindra vite përpara legjislacion dhe evolim gjyqësor në Britani dhe është një drejtë themelore e çdo qytetari për të mbajtur në llogari, në çek institucionet ligjzbatuese, qeverinë dhe shtetin. Pra kjo është shumë e vështirë të hiqet për çdo individ. E qartë se avokat duhet të kuptojmë situatën konkrete të emigrantëve shqiptarë dhe pasi ne e dimë që ata kanë edhe mungesë informacioni shumë. Na trego pak për këtë komunitet dhe nga përvoja jote që ke drejt për drejt nga komunikimet juridike me ta. Sa të informuar janë, pse kanë kaq shumë vështirësi dhe pse po hasin kaq shumë sfida, pse janë kaq të revoltuar, sepse pak është dhe faji jonë, ndoshta edhe si komunitet kemi atë problematikat tona, sepse mungesa e informacionit ose nuk dim të adresohemi tek vendet e duhura për të marrë informacionin e duhur. Si e shikon këtë situatë? Çfarë do rekomandoje në raste të tilla? Po ajo që do thoja unë që komuniteti shqiptar është një komunitet relativisht i ri, ka ardhur që në vitet mesi viteve 90, domethënë nga lufta e Kosovës së këtej, pjesa më e madhe e qytetarëve kanë ardhur mas luftës së Kosovës dhe pasi në vitet e fundit kanë ardhur një pjesë e madhe nga vendet e Bashkimit Evropian, kanë emigruar si Greqia, Italia apo vende të tjera, dhe ka një mungesë do thosha ndërgjegjësimi e qytetarëve shqiptar që vinë në Britani për të informuar në mënyrë zyrtare për ndryshimet e migracionit, për procedurat e ligjeve, për ligjen të fuqi, për mënyrën si të sillen në një shoqëri si Britania dhe të respektojnë dispozitat ligjore. Nuk mund të shkosh ti po marr një shembull vulgar, nuk nëse ti ke një dhimbje të zemrës, nuk mund të shkojë te një që rregullon, do ta këmbët e kuajve, ose një person që është, ku diun, totalisht jashtë fushës së mjekësisë. Do të diagnostikojë problemin dhe se doktori është ai që është i licencuar, ai që është ka mundësinë, ka dijenin, ka të gjitha që ta diagnostikojë problemin tënd. Edhe për sa i përket problemeve ligjore. Prandaj kemi problemet ligjore, prandaj kemi ligjin, edhe avokati është ai që ka për detyrë, është i kualifikuar, është i licencuar, ka bagazhin ligjor për të sqaruar njerëzit, për të përfaqësuar njerëzit dhe për të mbrojtur ligjin nga çdo lloj shkelje dhe për të treguar procedurat eksakte si duhen për çdo qytetar shqiptar që jeton në Britani. Dhe të shkosh ti dhe të përdorësh gjithçfarë burimesh që as se kanë qenë në shkollë për avokat, as kanë mbaruar shkollën, as nuk janë licencuar, as nuk kanë eksperiencë të duhur, dhe ti të besosh atë dhe pastaj ti thuash avokatit që jo, ti nuk tregon vërtetën sepse shoku im ka shkuar te filani dhe kështu kanë bërë. Nuk ekziston kështu. Ajo është ndoshta metoda në Shqipëri apo në të tjera. Në Britani janë ekspertët që janë caktuar për atë punë. Avokati është ekspert për ligjet, doktori është ekspert për shëndetin. Dhe detyrat janë të ndarë, prandaj qytetarët shqiptarë duhet të bëjnë thirrje që ata të marrin këshilla ligjore eksakte nga ata që janë të kualifikuar, jo nga njerëz që nuk kanë fare idenë se çfarë ndodh. Zakonisht shqiptarët janë të destinuar ose kanë një trend për të pyetur atë që ka pasur një eksperiencë caktuar si emigrant dhe referon pikërisht nga ky informacion, sepse eksperjenca ime nuk është e njëjtë me eksperiencën e tjetrit, ta kuptoj, dhe nuk mund të udhëzoj ty për të marrë një rrugë, supozohet. Kështu që kjo është vazhdon akoma kjo kulturë, më duket që shqiptarët referon, iku dikush në Mbretërinë e Bashkuar dhe pati këtë eksperiencë, mund ta bësh edhe ti, merr edhe ti këtë rrugë. Pra nuk destinon drejt informacionit. Avokati ka privilegjin ligjor të eksperiencës dhe të shkollës dhe të punës që ka bërë dhe ka pashtu dhe detyrimin ligjor që nëse për të këshilluar, dhe nëse këshilla e avokatit nuk është ashtu, ka përgjegjësi ligjore në shtet me rregulla si Britania. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur shkon me marr këshillën, e shkon e merr nga ai që është ekspert për atë punë, jo nga ai që nuk di fare. Dhe fakti që shoqet mund të kenë pas një eksperiencë tjetër, domethënë unë nuk mund të këshilloj ose një avokat nuk mund të këshilloj njerëzit çai kanë thënë shokët një personi. Çdo çështje është e veçantë, çdo rast në Britani trajtohet në veçantë dhe prandaj nuk kemi ligje të shkruara kushtetuese
kemi precedentin ligjor që vendoset çfarë ndodh me ty, çfarë ndodh me mua dhe përmirësohet ligji në shërbim të qytetarëve nga këto. Dua pak të pyes konkretisht për problematikët aktuale, për sa i përket ndryshimeve të fundit që prekin edhe për të drejtën e qëndrimit. Pra, e drejta e qëndrimit do të fitohet, është thënë nga Parlamenti Britanik dhe kjo drejtë përfshin edhe kritere shumë të forta, siç është niveli i avancuar i gjuhës angleze. Ma shpjego pak konkretisht çfarë janë këto ndryshime dhe si ndikojnë në aplikimet. Me vite me radhë, të gjitha personat që kanë ardhur për me vizë si studenta, kanë transferuar në vizë pune, që kanë marrë në point-based system, që është sistemi tash në rregullat e migracionit, brenda 5 viteve, nëse ke marrë leje pune brenda 5 viteve, ke pas mundësinë të marrësh për herë lejen e përhershme të qëndrimit dhe mas 6 vit, 12 muaj një ditë nga dita që ke marrë lejen e përhershme të qëndrimit, nëse plotëson kriteret, bën shtetas britanik. Tani nga 8 janari i vitit tashëm më brapa, kjo nuk do të jetë më e tillë. Britania po mundohet të parafroj legjislacionin me disa vende të Bashkimit Evropian, ku tani nga 5 do të rritet pragu i rezidencës në Britani në 10 vite. Për fakt kjo gjë. Nga 8 janari me sistemin e pikëve në individ të cilët vinë këtu si për të punuar ose si care worker, si shumë kategori nga sistemi i pikëve në Britani, points-based system që quhet, do të jetë jo më 5 vite, do të jetë 10 vite. Dhe kushti tjetër është që mos kenë asnjë rekordi kriminal, dhe kushti më i rëndësishëm është ai gjuhës angleze i cili rritet pragu nga B1 në B2. B2 është si ke shkruar A-levels në Britani. A-levels janë shumë vështira dhe një studim të bërë gati 2 javë më parë nga një organizatë prestigjioze për emigracionin në Britani, ka dalë se një numër shumë i madh qytetarë britanik ata vetë nuk mund ta kalojnë atë test. Lënë më ato të huaj që vinë që vinë në Britani. Dhe domethënë pragu do të jetë shumë i lartë, ata duan Home Office don që sa më pak njerëz të marrin lejen e përhershme qëndrimit dhe sa më pak njerëz aq më pak të marrin shtetësinë britanike dhe të kontribuojnë për kohë gjatë me pagesat që janë për aplikimet që janë shumë të shtrenjta në radhë parë, se janë rritur për çdo vit, tash janë në një ekstrem dhe vazhdojnë të rriten për çdo vit. Është një e ardhur shumë e madhe për qeverinë dhe imagjino duke rritur 2 fish pragun, rrit 2 fish tarifat dhe të ardhët e qeverisë për një immigration health surcharge që kontribon drejt për drejt për spitalet dhe application fees që janë shumë të shtrenjta tani dhe kontribon drejt për drejt në buxhetin e Ministrisë së Brendshme për të përballuar me kërkesat për emigracion. Domethënë janë shumë avokat më fol pak edhe për procedurat konkrete. Për shembull, marrim rastin e një aplikanti për kërkesën e tij për azil. Domethënë, cilat janë procedurat, ma përshkruaj me detaj. Një person